Tirana u kthye për një ditë në qendrën e inovacionit fal konferencës Allweb 2025, një nga ngjarjet më të rëndësishme që bashkon inovator, krijues, profesionistë të marketingut, sipërmarrës dhe ekspertë të teknologjisë. Në një atmosferë energjike, pjesëmarrësit ndanë ide, përvoja dhe vizione për të ardhmen digjitale që po ndërtojmë sot. Fondacioni Mane ishte një nga mbështetësit kryesor të konferencës, duke konfirmuar edhe një herë rolin e tij si promotor të inovacionit, edukimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm në Shqipëri. Fondacioni Mane vjen në Allweb si një mbështetës i ideve të reja, nga cili do grup që vinë dhe në çdo fushë që ato mund të aplikohen. Gjatë vitit, bashkë me themeluesin Samir Mane, kemi zhvilluar disa programe ku të rinjt kanë dhënë zgjidhje aktuale për tema si inovacioni, qëndrueshmëria, krijimi apo dhe edukimi financiar. Allweb është një rast shumë i mirë si konferencë rajonale që është për të gjetur talente të reja, ide të reja dhe pse jo projekte që mund të zbatohen në të ardhmen. Në skenën e Allweb 2025 u ngjitën folës ndërkombëtar nga fusha e teknologjisë, komunikimit dhe startupeve, të cilët ndanë praktika suksesi, strategji të reja dhe perspektiva mbi transformimin digjital global. Allweb është një event që bëhet një ditë, po një ditë në vit sepse është shumë i rëndësishëm sepse folësit vinë nga gjithë bota. Dhe për të sjellë këta folës kemi nevojë që të jemi si vend më promovuesi këtyre inovacioneve dhe për të thritur ato në një ditë kemi nevojë për suportin e njerëzve dhe kompanive dhe profesionistëve që të duan të dëgjojnë këto fjalime. Kështu është diçka që vërtet ne na konsumon shumë kohë, por ama është diçka aq e bukur dhe bëjmë me pasion sepse transmetojmë vlerë. Dhe kjo vlerë përkthehet në projekte shumë të rëndësishme që çdo biznes arrin të zbatojë në iniciativat e tyre. Konferenca u kthye në një laborator idesh dhe frymëzimi ku pjesëmarrësit diskutuan për inteligjencën artificiale, marketingun e së ardhmes, ndikimin e teknologjisë në shoqëri dhe fuqinë e bashkëpunimit në një epokë të hiperdigitalizuar. Allweb 2025 nuk ishte thjesht një konferencë, ishte një manifest për inovacionin, për njerëzit që guxojnë të mendojnë ndryshe dhe që besojnë se teknologjia mund të bëjë botën më të mirë.